Në numrin e ri të revistës Newsbomb.al do të lexoni: Lufta me bulevardin, një incident në Zvërnec ndezi revoltë më të madhe qytetare të viteve të fundit. Për 50 ditë, qeveria u vënë në presion dhe opozita humbi terren. Çfarë ndryshoi dhe çfarë pritet tani? Albanian Files, çështjet e debatueshme për te estetikës së kullave dhe projekteve ikonike. Libri hap debatin për pushtetin, urbanizimin dhe interesin publik. Kush po vendosi ndërtohet Shqipëria? Vajzat e humbura, nga bullizimi te dhuna virale, historia dhe video që nxorri zbuluar dështimin e familjes, shkollës, policisë dhe institucioneve. Kush duhet i kishte dëgjuar më herët? Librazhdi për te rrugës kombëtare, kryebashkiaku Marit Lendisha rrëfen transformimin e qytetit, investimet që kanë ndryshuar infrastrukturën dhe turizmin që po sjell vizitorë gjatë gjithë vitit. Plagët që nuk mbyllen kurrë, nga paramithja e vitit 1944 te tregu Çam në Tiranë, historia e jashtëzakonshme e Fadil Nuriut, njeriu që mbijetoi masakrës dhe rindërtoi jetën nga e para. Çokota, kryeministri pavarr, historia e një prej figurave të shtetit shqiptar, rrëfyer nga nipi i tij. A ka ardhur koha që Tirana ta nderojë me një rrugë? Botërori që nuk shihet, rekorde, surpriza dhe prapaskenat e turneut që ndryshoi përgjithmonë Kupën e Botës. Çfarë fshihet për te 90 minutave të lojës? Këto dhe shumë të tjera do të mund t'i lexoni në numrin e ri të revistës Newsbomb të muajit korrik.